Një reagim të menjëhershëm pas ndryshimeve në qeveri ka bërë kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha. Ai thotë se një lëvizje e tillë nuk do ta ndryshojë kursin e opozitës. Lëvizja e fundit e Edi Ramës është një lëvizje me të cilën kërkon të shpëtojë lëkurën e tij, por është një lëvizje e cila fton qytetarët shqiptar, opozitën shqiptare, të vazhdojë fuqishëm protestat, mbasi kryengritja paqësore e shqiptarëve ka si qëllim kryesor madhor shpëtimin e Shqipërisë nga Edi Rama dhe jo kukullat e tij. Berisha thotë se Rama duhet t'i japë edhe vetë dorëheqjen. Me lëvizjen e tij, ai përpiqet të mashtrojë njerëzit në një kohë kur ai vetë është kreu i organizacë kriminale që drejton. Ndaj dhe i kërkoj dorëheqjen e tij të menjëhershme, përndryshe do përballet me opozitën dhe mbar popullin shqiptar. Kreu i opozitës u shpreh se Rama është shkaku i të gjitha problemeve që po kalon vendi. Edi Rama nuk ka më pranverë për qeverinë tënde dhe për ty.